Gazmend Bardhi ka sulmuar këtë të premte komisionerin e Bashkimit Evropian Marta Kos, duke cilësuar zëdhënëse të qeverisë së Edi Ramës pas komenteve të kësaj të fundit, e cila i cilësoi zgjedhjet e 11 majit si të lira dhe të ndershme. Sa i takon deklaratës se zgjedhjet kanë qenë të lira dhe të ndershme, pa dyshim që e ndoqa këtë deklaratë dhe dua të jem fare i drejt për drejt edhe për faktin se ky pohim është një prej tyre që të skandalizon. Këtë pohim, si shqiptarët janë dëshmitar, nuk ka guxuar ta thot as vetë Edi Rama. Nga kjo deklarat do të turpërohej, dhe këtë e kam bindje, edhe vetë Edi Rama, sepse është një deklarat që turpëron çdo që guxon ta thot. Komisionerja e zgjerimit mendoj se ka detyrimin të jetë e vërtet me qytetarët shqiptar. Ka detyrimin të njohë autoritetin e vëzhguesve të OSBE Odirit që nuk e thonë në asnjë gërm të raportit tyre atë që tha sot zonja Kos. Ky është raporti final i OSBE Odirit dhe unë e risfidoj zyrtaren e Brukselit të na gjej gërmën ku thuhet pohimi që ajo bëri sot krah kryeministit më të korruptuar në Europë, me zëvendësin e tij të pandehur nga SPAK. Përkundrazi, raporti OSBE Odirit thot komplet diçka tjetër. Thot se zgjedhjet nuk garantuan barazinë e palëve pjesëmarrëse në zgjedhje. Thot se qytetarët dhe punojësit e administratës publike u intimiduan. Thot që u zhduk vijandarse midis shtetit dhe partisë në pushtet. Pra i përkthyer shqip, e nderuar zonja komisionere, në respektim të standardeve europiane të zgjedhjeve, ajo që OSBE Odiri ka thënë është se zgjedhjet nuk ishin as të lira dhe as të ndershme. Qytetarët shqiptar presin nga zyrtarët e Brukselit që të bëhen zëdhënës të standardeve dhe vlerave europiane. Për fat keq, me qëndrimin e saj sot, tërësisht të pavërtet në raport me zgjedhjet, komisionerja e zgjerimit u bë zëdhënëse e një qeverie të korruptuar, të lidhur ngushësisht me kartelet e drogës. Bardhi foli edhe për protestën e së hënës para kryeministrisë, duke shtuar se qytetarët duhet të ngrihen kundër asaj që e cilësoi sistem të korruptuar të Edi Ramës.